Pse humbën partitë e reja në Shqipëri? Në zgjedhjet e fundit në Shqipëri, shumë qytetarë shpresonin se zërat e rinj politik, partitë e vogla, alternativat qytetare, të rinjt pa lidhje me sistemin e vjetër, do të arrinin të përfaqësonin një frymë të re. Megjithatë, rezultati ishte zhgënjyes, pothuajse asnjë nga këto forca nuk arriti të kalojë pragun zgjedhor, për të mos folur për fitimin e mandateve që mund të numërohen me gishtat e një dore. Pyetja që ngrihet është e thjeshtë: pse dështuan? 1. Dominimi absolut i sistemit të vjetër politik. Në Shqipëri, për më shumë se 3 dekada, vendi ka funksionuar si një duopol i kontrolluar nga Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Këto dy struktura politike kanë krijuar rrjete të thella patronazhi, ku çdo vot, çdo vend pune dhe çdo lëvizje qytetare kalon përmes filtrave të pushtetit. Këto rrjete përfshin punësime me ndërmjetësim politik, shantazh përmes administratës publike, kontroll të bashkive dhe fondeve vendore, dominim në media përmes reklamave dhe pronësisë. Në këtë terren, partitë e reja nuk luajnë në kushte të barabarta. Ato janë si një skuadër amatore që përballet me një klub të korruptuar por të pajisur me gjithçka, para, stadium, arbitra, madje dhe tifozët. 2. Fragmentimi i alternativës dhe egoja e liderëve të rinj. Shumë parti të reja dolën në skenë me një mesazh të përbashkët: ne jemi ndryshe. Por, për ironi, ato nuk bashkëpunuan me njëra tjetrën. Nuk pati një koalicion serioz të alternativës qytetare, nuk pati një front të përbashkët kundër sistemit. Shumë lider të rinj ndërtuan partitë si projekte personale, jo si lëvizje kolektive. Kjo fragmentoi votën e protestës dhe e zbehur fuqinë e tyre në skenën politike. 3. Mungesa e strukturave në terren dhe e organizimit real. Ndryshe nga partitë e mëdha që kanë komitete, zyra, ndihmës dhe vëzhgues në çdo qendër votimi, shumica e partive të reja nuk kishin as strukturë lokale e as financim të qëndrueshëm. Në disa raste, kandidatët as nuk i njihnin të gjithë votuesit e zonës së tyre, dhe e vetmja fushat u bën në rrjetet sociale. Por Shqipëria reale nuk jeton në Instagram. Votuesi tipik shqiptar ndikohet nga kontakti direkt, nga ndihma që i jepet në një moment nevoje, nga një vend pune apo nga një thes miell në fushatë. Partitë e reja nuk patën as mundësinë e as burimet për të ndërtuar lidhje të tilla në terren. 4. Narrativa e paqartë dhe mungesa e mesazhit të fortë. Në vend që të përqendroheshin në disa çështje kyçe si emigracioni, korrupsioni, sundimi i ligjit apo ekonomia, shumë nga partitë e reja dolën me mesazhe shumë të përgjithshme dhe jo të artikuluara mirë. Një pjesë e mirë e tyre nuk kishin një program real, të detajuar dhe të lexueshëm për qytetarët. Shumë të rinj nuk flisnin gjuhën e popullit, por gjuhën e aktivizmit intelektual, që ndonse e sinqert, nuk është gjithmonë e kuptueshme për njerëzit që presin zgjidhje konkrete për hallet e përditshme. 5. Mosbesimi i votuesve dhe alergjia ndaj eksperimentimit. Pas dekadash zhgënjimesh dhe premtimesh të pambajtura, votuesi shqiptar është bërë mosbesues. Edhe pse shumë prej tyre janë të lodhur nga partia në pushtet, ata nuk janë të gatshëm të votojnë eksperimentet e reja. Për më tepër, shumë prej votuesve janë të varur direkt nga sistemi, përmes një pune në shtet, një ndihme ekonomike apo një lidhje me ndonjë zyrtar lokal. Frika e të papriturës dhe ndoshta edhe propaganda kundër partive të vogla, ndikuan që shumë të qëndronin besnik tek e keqja që e njohin, sesa të provojnë një të panjohur. 6. Sistemi zgjedhor që favorizon Big Brotherat. Sistemi elektoral në Shqipëri nuk favorizon partitë e vogla. Pragu elektoral, ndarja territoriale e mandateve, mënyra e numërimit dhe mungesa e kontrollit real të procesit, të gjitha këto janë pengesa të mëdha për një subjekt të vogël që nuk ka infrastrukturë apo përfaqësim në komisione. Për më tepër, nuk pati një reformë zgjedhore që t'i jepte më shumë mundësi zërave të rinj. Kjo reformë u pengua pikërisht nga të njëjtët që ruajnë status quo-n. Dështimi nuk është i tyre, është i të gjithëve ne. Partitë e reja nuk humbën sepse ishin të pavlera. Humbën sepse u përballën me një mur të lartë, sistemin e kalbur, mungesën e besimit, fragmentimin, mungesën e bashkëpunimit dhe një popull që akoma nuk është gati për ndryshim rrënjësor. Nëse duam ndryshim real, ai nuk do vi vetëm nga individ që krijojnë parti, por nga një zgjim kolektiv. Duhet vetdije, bashkim, strategji dhe mbi të gjitha ndërgjegjësim qytetar, që askush nuk do të na shpëtojë nëse ne vetë nuk e marrim në dorë fatin ton.